Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh martesë, çifti i njohur turk I japin fund marrëdhënies. Prej disa ditësh, media turke u mbushën me spekulime se martesa mes aktorit Burak Özçivit dhe aktores Fariye Evcen po kalonte një krizë serioze, duke nxitur thashetheme dhe diskutime të pafundme në rrjetet sociale. Fansat e çiftit, I cili konsiderohet një ndër më të ndjekurit në kineman turke, nisën të pyesin hapur se çfarë po ndodhte me marrëdhënien e tyre. Megjithatë, aktori I serialit të njohur Osmani vendosi të reagojë publikisht duke mos e lënë situatën të mbetej në spekulime. Përballë gazetarëve, Buraku u shfaq tejet I nervozuar dhe I prerë në fjalë. Janë vetëm gënjeshtra dhe mashtrime. Jemi lodhur tashmë nga këto lajme të pabaza. Ky reagim I fortë vendosi të jap fund të gjitha aludimeve dhe bëri të qartë se marrëdhënia e tij me Fariyen nuk është as pak në krizë. Çifti I cili është së bashku prej vitesh dhe shpesh konsiderohet një prej më të dashurve të publikut turk, vijon jetën e përbashkët normalisht, pavarësisht se mediat her pas here shpërndajnë spekulime pa bazë. Fansat e tyre shprehen se vlerësojnë sinqeritetin e çiftit dhe reagimin e Burakut, duke e parë këtë si një tregues se dashuria e tyre mbetet shumë e fortë. Çifti vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar të showbizit turk, ndërkohë që jetojnë privatësinë larg thashethemeve.